atë ka ndodhur këtyre kohëve të fundit. Me e thirr zotin Ramush Haradinaj, edhe më thonë mashkull, so kanë avën ai ku që prap duhet me shfluros çizmet. E para është, domethënë, nëse na rastin konkret bajsken. Na kemi a nuk jeni dëgjuar për opinionin publik, po supozoj. As nuk jeni dëgjuar me zotin Ramush Haradinaj në ato momente kritike edhe me nuk pyetëm më vetë. Është një rast që është në publik. Edhe është një vrasje në policit tonë në Rotash. Është një rast ku janë vrarë disa serb, 4 shkije, terrorista, ka dushtu. Son më që tonë ta mendojnë njëjtë për shqiptarët. Kështu kemi kjo. Në rrëdhëm ata mendojnë si shqiptarin. Edhe na mendojmë besoj njëjtë si ata kundër aty në po dikush ma treme, dikush ma toc, që është krejt normal. Por rastin e Banskës na i herë kur vje koha, do të më shpjegoj saktë ç'është. Në rastin e Banskës janë do të jam zot që kanë kryer detyrët, por janë aleat tonë që e kanë zbërthy den dhe dalë. E që nuk kanë flajt një 30 përpara, 30 mrapa. Prandaj të pyeta direkt si do të ata aleat janë që e kanë bombardu ambasadën kineze në Beograd për mos liru që ky vend. Ata janë amerikanë. Ty posa të informohet a i kemi vetën obligativ me thirr zotin Ramush Haradinaj me thonë. Nuk besoj që ka nevojë me thirr. Se qohet po herët se unë, po... A ka thirr për zotin Ramush Haradinaj me thonë mashkull? Jo veç ai, ka pas edhe tjerë, po pa detale. Unë thash kur t'i vje koha, se vendin tonë nuk do të me... Qërë liria nuk mbrohet me doa.